Situata e rreshjeve në qarkun e Gjirokastrës ka bërë që prefektja e qarkut Albana Hasani të inspektojë zonat e prekura në Bashki, Dropull, Libohov e të tjerë. Momentalisht gjitha akset kombëtare janë të kalueshme. Të gjithë kontraktorët janë 24 në 24 në shërbim të situatës dhe zgjidhjen e problemeve për shkak të sasisë rreshjeve. Kemi patur zhvendosje të inerteve dhe dalje të disa përrenjve, gjë që ka shkaktuar vështirësi në kalimin e mjeteve dhe të këmbësorëve, por në asnjë moment nuk ka ndaluar qarkullimi i mjeteve në akset kombëtare. Kemi patur problematika në zonat rurale dhe sigurisht që edhe në këto zona të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë në teren grupet për përballimin e emergjencave në të tilla raste. Situata është nën kontroll në zona të caktuara për shkak të shirave dhe për shkak të linjave të rrjetit elektrik kemi ndërprerje të energjisë. Hera herës këto ndërprerje bëhen edhe të orientuara nga OSHE-ja për ruajtjen e njerëzve, por edhe për ruajtjen e linjave. Jemi në monitorim të vazhduar të 2 pikmatjeve të nivelit të lumit Vjos, në pikën e matjes me Maliaj dhe në pikën e matjes Përmet. Gjatë gjithë kësaj periudhe, pra në këtë hark kohor me intensitet të lartë të shtuar të rreshjeve të shiut, në asnjë rast nuk kemi qenë në pikën kërcënuese, në pikën kritike të lumit Vjos në këto 2 pikmatje. Në të njëjtën kohë jemi duke monitoruar edhe nivelin e lumit Drino. Momentalisht lumi Drino ndodhet brenda shtratit, pa shkaktuar probleme për zona të caktuara apo për zona të banuara.